Ditën e shtunë, qytetarët e Pogradecit të mbledhur në zonat qendrore të qytetit kanë vijuar protesta duke shprehur mbështetjen e tyre për lëvizjen qytetare që prej ditës po zhvillohet në kryeqytet. Protestues të moshave dhe profesioneve të ndryshme kanë marshuar duke përsëritur kërkesat e tyre për ndryshim, ndërsa kanë deklaruar se do t'i bashkohen edhe protestës së madhe që po zhvillohet në Tiranë. Sipas organizatorëve, pjesëmarrës nga Pogradeci janë nisur drejt kryeqytetit për të bërë pjesë të ubimit kombëtar, ndërsa në zonat qendrore të qytetit dhe përgjatë Bregliqenit janë dëgjuar thirrje dhe mesazhe solidariteti me protestuesit e Tiranës. Përfaqësuesit kanë ngritur shqetësime që lidhen me situatën ekonomike, emigracionin, shpopullimin, sistemin shëndetësor dhe nevojën për më shumë mundësi për të rinjt. Jo të gjithë kanë zgjedhur të jenë në këtë shes sot dhe jo të gjithë munden që të jenë këtu. Prandaj ky është një privilegj për ne dhe me të vërtet unë jam jashtëzakonisht i gëzuar që shikoj që në qytetin tonë, në qytetin të cilin të gjithë mendonin që ishte i dorëzuar para kësaj keqeverisje, ka dhe qytetarë të ndershëm, trima të cilët dalin dhe mbrojnë qytetin e tyre. Është ndërtuar gjatë gjithë këtyre viteve në Pogradec. A ka prodhuar mirëqenie për qytetin e Pogradecit, përveç se ka pasuruar një pjesë të vogël. Dhe sot kemi një qytet i cili është pa rrugë. Kishim rrugë me 2 kalime, sot kemi rrugë me 1 kalim. Shikoni fëmijët ku luajnë sot. Kishim fusha sportive dikur. Sot të gjitha fushat sportive u prishën dhe u bën pallate. Unë jam këtu për arsye se djali tim, shumë si fëmija im, nuk ka asnjë lloj të drejte. Në këtë vend nuk ka as një lloj shërbimi për këtë lloj kategorish njerëz dhe fëmijë. Asnjë lloj shërbimi dhe unë dua ta ngrej këtë problem. Përse nuk vjen dorë për këtë lloj njerëz, për këtë lloj kategorish? Kështu që poshtë qeveria, poshtë qeveria. Unë si taksa paguaj dhe si biznesmeni i këtij qyteti nuk e di se për çfarë shpenzohen taksat që mbledhen për këtë qytet. Nuk di të jetë bërë një rrugë që të ketë standarde të rregullta dhe europiane. Më parë prishën rrugën sesa ndërtohen. Nuk kemi një spital me të ketë kushte optimale dhe si duhet të paguajnë, si duhet të jenë të gjitha. Nuk di, në qoftë nuk i kanë dalë as 35 vite për të krijuar këto kushte popullit që vetëm paguan, atëherë ata janë ot paftë ose ajdut, njëra nga dy janë. Lufta nuk duhet të ndalet, sado që jemi pak çdo ditë dhe më shumë do shtohen njerëz. Duhet të ftojmë edhe krahët politike të bashkohen, pse PD dhe kushdo tjetër, sepse të gjithë jemi për një qëllim. Shqipëria të ecë përpara. Gjatë ubimit, pjesëmarrësit kanë theksuar se protestat synojnë të sensibilizojnë opinionin publik dhe institucionet për problematikat që sipas tyre prekin përditshmërinë e qytetarëve. Protestat në Pogradec po zhvillohen paralelisht me ato të qyteteve të tjera të vendit, ndërsa organizatorët kanë bërë të ditur se mobilizimi qytetar do të vijojë edhe në ditët në vazhdim.